Zyrtarët amerikanë dhe ata rus nisën të hënën bisedimet në Arabinë Saudite me qëllim arritjen e përparimit drejt një armëpushimi të gjerë në Ukrainë, teksa Washingtoni synon një marrëveshje të veçantë armëpushimi në detin e Zi përpara se të sigurojë një marrëveshje më të gjerë. Bisedimet të cilat pasuan negociatat e SBA-s me Ukrainën në Arabinë Saudite të dielën vijnë pasi presidenti amerikan Donald Trump intensifikon përpjekjet e tij për t'i dhënë fund konfliktit 3 vjeçar. Një burim i informuar mbi planifikimin e bisedimeve tha se pala amerikane drejtohet nga Andrew Pick, një drejtor i lartë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, dhe Michael Anton, një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit. Shtëpia e Bardhë thotë se qëllimi i bisedimeve është arritja e një armëpushimi në detin e Zi, duke lejuar rrjedhën e lirë të anijeve, megjithse zona nuk ka qenë vendodhja e operacioneve intensive ushtarake muajt e fundit. Rusia përfaqësohet nga Grigori Karasin, një ish diplomat i cili tani është kryetari i Komitetit të Punëve të Jashtme të Dhomës së Lartë të Parlamentit Rus, dhe Sergej Beseda, një këshilltar i drejtorit të Shërbimit Federal të Sigurisë, agjencia kryesore pasardhëse e KGB-s të kohës sovjetike. Bisedimet po zhvillohen me skepticizmi të thellë në disa vende europiane dhe në Britaninë e Madhe, nëse Putin është i gatshëm të bëjë lëshime domethënëse apo do t'i përmbat asaj që ata i shohin si kërkesat e tij maksimaliste, që nuk duket se kanë ndryshuar që kur dërgoi 10 mijëra trupa në Ukrainë në vitin 2022.